datën 5/2 kena pranu një akt vendim të ri, ku thë që ndërmarrja Trepça ka të drejtë. Ai do më thonë e ka veç qitë halli që është qysh me bë biznes. Pasi që na kena fillu edhe me menaxhimin e pronave dhe të aseteve në ndërmarrjen Trepça, realisht gjatë verifikimit të dokumentave na jena hasur edhe një pëlqim që ka ndodhur në vitin 2015 nga ish kryeshefi, është dhënë për këtë operator apo generator. Realisht në atë pëlqim kanë qenë dy kushte që mu plotësu, realisht asnjëna nga to nuk është plotësu. Edhe pas kësajna ka fillu disa avari, kishte ndodhur avari edhe në vitin 2023, jo në shfaq 2025, dykon veca jamoni kena dykon mbi 5 avari që pretendohet që janë prej operatorit në fjalë. Kush po i bën vlerësimet që këto avari po vinë? Realisht ne kena ekipin e inxhinierave që çdo avari krijohet komisioni veçantë për vlerësimin e avarive, edhe ata e vlerësojnë se këtu është mbi një ngarkesë e madhe dhe shkakton dame të mëdha në ndërmarrje në aspektin e material. Gjithashtu edhe bëhet një rrezikshmëri jashtëzakonisht e madhe që të shumica e atyre raporteve që janë nga komisioni thuhet që rreziku është i madh edhe me fatalitet ndaj minatorëve. Në të kohë, kompania private pretendon që po shkaktohen dame edhe për to, po edhe për vetë Trepçën, se sipas tyne ndalja e punës tyne ndikon që shteti do të me ble dikun tjetër rrymen që ata e prodhojnë. Çmimet janë më të larta në import. Ne kena pas disa procedura gjyqësore me këtë operator. Realisht ata e kanë bërë edhe një mas të përkohshme ndaj kësajna. Gjithashtu në gjatë vitit 2025 e kam shfuqizuar pëlqimin që ka qenë dhënë në vitin 2015. Realisht ata e kanë bërë edhe një ankesë ndaj këtij vendimi, që shkolla e parë ka shku në favor të tyne, që është urdhënuar ndërmarrja publike Trepça të shfuqizohet vendimi i kryeshefit për shfuqizimin e pëlqimit. Realisht në datën 5/2 kena pranuar një akt vendim të ri, ku thë që ndërmarrja Trepça ka të drejtë dhe në këtë rast është anuluar masa e përkohshme dhe ndërmarrja Trepça ka të drejtë të operojë me asetet dhe me pronat e veta sipas ligjit të saj që ka 120. Akt vendimi i fundit po thonë që është në favor tuaj apo? Në favorin tonë. Çka tash kryeshef, a do të kërkoni ta keni një marrëveshje me këtë operator? Mas pari është shumë e rëndësishme për neve që na kena pas të drejtë. Edhe që shkolla e parë nuk e ka pa kështu, po shkolla e dytë e vërteton ato pretendimet tona që kanë qenë drejta, për arsye që na e kena njoftuar gjykatën që prona është e jonja. Trafo 110 është e ndërmarrjes, trafo 35 është e ndërmarrjes, edhe komplet linja prej trafos 110 deri në 35 me shtylla me rrjet është e ndërmarrjes. Gjithashtu edhe është e shpronësimi ka kalojnë shtyllat është e ndërmarrjes. Edhe në këtë rast është në favorin tonë, është më të ardhë keq për arsye që operatori e ka shfrytzuar këtë aset mbi 10 vite pa asnjë kompenzim material, edhe duke bërë dame financiare ndaj ndërmarrjes. Kjo është shumë më rëndësi që është arë si vendim, që pretendimet tona dalin sakta, kurse sa i përket tashetutje, realisht tashetutje ne kena pranuar tash këtë vendim, do të bëjmë disa takime edhe me bordin edhe me aksionerin, edhe tashetutje besoj do të marrët një vendim i përbashkët. Damet që po i shkaktohen biznesit, a i keni parasysh, pra a i pretendon që damet ditore mund t'jenë deri 16.000 euro? Po, a i pretendon damet e tina komerciale, a i do më thonë e ka veç qitë halli çështjes qysh me bë biznes. Na e kena hallin e çështjes sigurisë, do më thonë janë dallime ekstrem të mëdha. Mas pari ai do të më na siguru neve edhe do të me qenë falenderues mbi gjitha që ka shfrytzuar pronën mbi 10 vite. Do të thonë ai sa një parë do të me qenë falenderues edhe jo me pas ankesa ndaj kësaj. Në të njëjtën kohë, po thotë që rryma që mundet me u ble prej tij është me një çmim më të ulët se sa rryma që e blen shteti aktualisht dhe importon.
Për këto, çka keni me thonë? Për to, mas pari këta investitor, shteti ka privilegju para 10 vite. Këti ka thonë shteti, hajde ti investo këto, unë ty të asiguroj çmimin edhe të asiguroj tregun. Nëse keku e ka shit për 35 euro, këtia ka siguru qatë çmim me 60 euro. Paramenoti koston për me prodhu rrymë kekut edhe paramenoti koston e këti operatori me prodhu qëto. Dhe më thonë është, si do që tjetë, na jena me respektu atë vendim qeverisë që ka qenë për 10 vite. Aktualisht, është duke u zhvillu në proces gjyqësor, diçka është kontestu se ende mes juve dhe kompanisë? Po, pasi që na e kena marrë vendimin e fundit, realisht kjo pretendimit e ty në binë, do më thonë nuk ka më mas të përkohshme për këtë kyqje. Mundet me pas procedura gjyqësore çështjes damit, edhe nga pala aty në ndaj nesh, po tjera unë nuk di që ka.